i kalotit, o sa një malë është dhimbja e komit, ku është vargu i hyjnive, o pse u shumës që shakmive. Ne erdhëm këtu të rrënjët e lirisë e Kosovës në prekazin legjendar të Adem Jasharit për të parë se që emocione e përshkruajnë këtë familje që bëri sakrificën më sublime për këtë ditë të madhe të Kosovës. Pranesh ndodhet Murat Jashari, përfaqësuesi i kësaj familje, të cilin në emrin tuaj e përshëndesim dhe njëkohësisht kërkojmë nga ai që të na përshkruajë se që emocione e përshkojnë këtë familje në këtë ditë kaq të madhe për Kosovën. Në radhë parë faleminderit juaj dhe është kënaqësia ime që të më japet mundësia të përshëndes të gjithë teleshikuesit e juaj dhe të uroj çdo të mirë në familjet e tyre dhe të festojnë këtë ditë të madhe, e cila me sheku ju shprit. Ndoshta për mua dhe familjen time janë emocione interesante, ndoshta që jo çdo qytetar i Kosovës mund të ketë. E para është një zhbrasje nga ngarkesë që ka qenë në supët tona, madje edhe të vetmiat, për arsye se kam pas fatin që njoh shumë patriotë shqiptar të cilët kanë dhënë jetën për Kosovën, madje njoh edhe shumë patriotë shqiptar të cilët kanë vdekur me sy hapur për ditë se çka po ndodh me Kosovën. Aja datë dhe aja ditë po vije, që të gjithë ata të cilët kanë vdekur me sy hapur, tash e kanë të drejtën që të flajnë të qetë, të prejnë të qetë në botën tjetër ku çdo njëri për një ditë të shkojë. Dhe po të njëjtën kohë, me zbrazjen e kësaj ngarkese që ka qenë në supët dhe në mendjen tona, prap vjen një ngarkesë tjetër. Një obligim tjetër, dhe ajo janë pasardhësit tonë, janë gjeneratat tona, që të dimë të përgatisum për një kohë të re, për një shtet të ri në një sistem krejt tjetër. Prandaj do të jetë njëkohësisht edhe kënaqësi, por në njëjtën kohë do të jenë edhe obligime. Kënaqësi se po përjetojmë një moment të lavdishëm, një moment shumë interesant që shumë njerëz kanë dhënë gjithçka nga vetvetja, jo vetëm luftën e fundit, po prej periudhës të Ismail Qemalit e tek nena, që Kosova të jetë e lirë, pavarur dhe me sovrane. Dhe fati është që jo çdo dikush e gëzon lirinë. Mendoj që ne të gjallët që kemi pas fatin të mbijetojmë dhe të jemi në këtë botë, jemi me fat që po i takojmë një brezit të lavdishëm, një kohë të historisë që ndoshta kemi lexuar në për historitë qoftë të popullit tonë, qoftë edhe të popujve të tjerë, dhe ne këtë po përjetojmë vetë. Por në njëjtën kohë, krahas kësaj krenarie dhe kënaqësie, jemi të mbushur edhe me obligime, sepse jo pavarësia dhe shteti i lirë do të sjellë gjithçka. Pikërisht në ditën e parë të pavarësisë do të fillojnë obligime të shumta. Lirisht mund të them që problemi i statusit Kosovës ka qenë vetëm ajo ambrella që shumë pak kënaqësi të këtij populli janë mbuluar me ta. Dihet se ende shumë familje nuk e dinë se ku i kanë të dashurit e tyre, pra të zhdrukin që janë me mira. Dihen që ka shumë fëmijë të të cilët ju kanë humbur prindit e tyre dhe gjendjen ndoshta ekonomike kanë shumë të rënë. Kemi një papunësi jashtëzakonisht e madhe dhe kemi një rini vitale që duhet ta shkollojmë atë, sepse të gjithë popujt me aq sa unë kam lexuar dhe kam njohuri, kanë ecë përpara dhe kanë marrë një shtet të fortë ekonomik, pikërisht në bazë të shkollimit dhe të punësimit. Të dyja këto gjëra të na janë të mangëta në Kosovë, qoftë puna e shkollimit, për aspektin cilësor, edhe në anën e punësimit që shumë rini janë në vërdall rrugëve të qyteteve dhe të fshatra për shkak të papunësisë. Dhe natyrisht kur arsimimi nuk është në nivelin e duhur dhe papunësia, ato automatikisht se lirojnë edhe stres, edhe konflikte, edhe mosmarrveshje. Po është edhe një problem që nuk zgjidh traumat të cilat kena përjetuar qoftë prej lindjes deri në sot. Jo rastësisht në këtë bisedë filluam këtu pranë pragut të shtëpisë familjes së Jasharit, te ky psalm ku filloi epopeja e ushtrisë rinjtare të Kosovës që përgjithmonë e dëboi pushtuesin nga këtë troje. Tash po bën 10 vjet nga kalimin në përjetësi të më të dashurëve tuaj. Ju sa e ndjeni, sa në fakt ende bashkëbisedoni me ata që përgjithmonë mbetën kujtesën e kombit, aq të ri, aq të urtë, aq të plotshëm prapë.
Po ndoshta edhe vetë qëllimi ose vendimi jonë që kemi mbijetuar pas luftës ka qenë që t'jetojmë pranë këtyre objekteve. Fillimisht qëllimi ka qenë që t'japet edhe një shembull në Kosovë se du të kthehen të gjithë në shtëpitë e tyre, pavarësisht se çka ka ndodhur dhe pavarësisht se sa dhimbt janë të mëdha ose plagët janë të hapura. Sepse duke ikur për problemit asnjëherë nuk mund të zgjidh ato, ai do të shoqëron tani jetën, kështu që me problemin duhet ballafaqohet. E dyta natyrisht që ne jetojmë me ta, për shembull, pikërisht se kjo objekte janë pikërisht ato që neve jemi lindur këtu, jemi rritur, jemi ushqyer nga xhiri nonës tonë, nga edukatat e baballarëve dhe gjyshëve tonë, dhe natyrisht që ata na shoqërojnë dhe do të na shoqërojnë tani jetën. Unë kam thonë dhe e ndi për nerë me thonë çdo herë që qoftë se unë kam ndonjë meritë është pikërisht edukata e gjyshit që më ka dhënë, që unë kam pas fatin që të rritem me të që nga mosha shumë e vogël për shkak se prindi ishte në Emergjem. Dhe të gjitha këto që unë mund t'ja them juve sot janë vetëm çebartë mesazhet e gjyshit e këtë tjerët, për t'u njoftur ndoshta edhe më shumë esenca familjes ose edhe edukata familjes që ka qenë. Natyrisht ne si pasardhës përpos që ndihemi mirë që të parët tonë patën fatin që të bojnë diçka për këtë popull, që të bojnë diçka për lirinë e këtij vendi, që kjo ditë është ofruar shumë afër. Natyrisht që është edhe një obligim shtesë që ne të jemi shumë të kujdesshëm si para që kemi mbet, jo që ndjenjat e kënaqësisë ose të privilegjeve të na devijojnë rrugën e drejtë të njerëzimit, por përkundrazi që të jenë një generator i fortë që na mbajnë pikërisht në atë rrugën e atë edukat. Dhe një tjetër element që unë ndihem shumë mirë që i takoj familjes sime dhe është prap një obligim për brezat e tjerë është që historinë e familjes më kanë lënë pastër. Unë njoh historinë vi brezi 7 e historisë së familjes që unë njoh të kaluamën e familjes sime dhe deri në ditët e sotshme ka qenë një generacion gjeni ushtruajt i pastër. Prandaj kemi edhe për obligim që edhe ndaj fëmijëve tonë që kem pas fatin që na lindin pas luftës duke falendëruar edhe Zotin, që kemi një barë të madhe që t'i përgatisim ata, që t'i edukojmë ata për një shoqëri krejt tjetër, për një sistem krejt tjetër, që të jenë të devotshëm dhe mos të psojnë këta për shkak të pakujdesive tona, për shkak të emocioneve tona, për shkak të subjektivizmit ton. Kështu që urojmë dhe dhash Zotit që t'i ruajmë historinë dhe ashtu të pastër të përcjellëm të brezat e tjerë. Natyrisht që përfundimi i luftave në Kosovë ka përfunduar, sepse këto janë edhe ligjet e natyrës, që gjithçka lind, zhvillohet dhe një ditë përfundon, por ajo që sot ka njeriu fat është brezat. Dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme që të përcjellet edukata. Natyrisht që sistemi duhet ndryshoj, por jo gjithçka nga kaluara jonë ka qenë e keqe. Ne krenohem me gjyshrit, mes të gjyshrit tonë që nuk e kanë pas mundësinë e shkollimit, por ata kanë ditë që të na shpjegojnë gjëra që unë sot has në literaturën botnore. Dhe shpeshherë pyes veten se ku i kanë ditë ata njerëz këto gjëra. Ne kanë qenë inteligjent të lindur nga natyra, sepse inteligjencën ta dhuron vetëm aja. Dhe kështu që ne të gjithë aty ne ju jemi mirënjohës dhe urojmë që edhe ne të gjallët, jo vetëm ne si familje, por në përgjithësi si gjenerat, të ruajmë traditat e tona të mira, kujtimet e mira për gjithë ata, që ato që kanë qenë të mira, të bardhëm të brezat tonë, sepse të kesh një edukat familjare që thuaj se në botë vetëm nuk ekziston ngrohtësia familjare, më pikërisht se fëmija po sa të lindin shkojnë në qerë dhe në bashkëllor dhe në mësime, dhe kjo ka ekzistuar te ne që të ruajmë ngrohtësinë familjare, edukatën familjare të përcjellëm të brezat dhe njëkohësisht po ja shtojmë asaj edhe një shkollim të mirëfillt cilësor në Kosovë, atëherë do të kemi një brez dhe do të përgatitem një gjenerat shumë të mirë që do të na kenë lakmi edhe popujt e tjerë. Ju Murat keni pas fatin që në Vezëli dhe derisa jeni rritur e pjekur, të jeni pranë plakut Axhas Shaban, një plaku ashtur, njeriu që ditit përgatis fëmijët për të bërë një flemë biblik, ta quaj për lirinë e Kosovës. Kur jemi tash te kjo shtëpi kur jemi tash në këto ambiente ku shpeshherë ju keni ndarë jetën bashkë me të dhe me të tjerët, çfarë keni ndonjë kujtim të veçantë na treguar? Edhe tash me që ai fizikisht nuk është prezent me ne, por edhe tash jam shumë mirënjohës sepse atë edukat, ato ledhatime që më ka dhënë mua në atë kohë, sikur më ka mësuar se si do të sillem me fëmijët e mi. Prandaj
sikur mos të kishe qenë gjyshi, natyrisht se s'do të isha kështu, por nuk do të isha as të edukoja fëmijët e mi. Kemi pas fatin që të kemi edhe mësues në shtëpi. Ditë se gjyshi ka qenë njëri ndër mësuesit e parë në regionin e Drenicës dhe kemi pas edhe mësues në shtëpi, kemi pas edhe mësues në shkollë. Kështu që e kam thonë edhe hera të tjera dhe më vjen mirë që më japet mundësia ta përsëris edhe një herë se qofse ndonjë merit ekziston këtu është pikërisht merita e gjyshit, sepse edukata është bazamenti i gjithë shkafit dhe ai ditit në radhë parë të edukoj fëmijët e ty, me pastaj edhe niprit e mbesët që ishte një shtëpi plot e përplot dhe pikërisht ato mësime dhe edukat që ishte e parazerëm ndaj neve, po kemi mundësinë që atë që na dha neve të përcjellëm edhe të brezat e tjera dhe të gjeneratat e tjera. Për mu ka qenë dhe tham, ne të gjithë i besojmë një Zot dhe të gjithë popujt e botës besojnë në një Zot, pavarësisht se emrat ndryshojnë, por është një krijues i këtyre botra, por për mu ka qenë Zoti në tokë gjyshi. Patët fatin që për këta 10 vjet këtu Teo Gjaku i plakut Gjashabanit të pritni burrat mëdhenj, diplomat, udhëheqës shtetit, ushtarak. Çfarë keni mësuar nga ta? Çfarë u keni treguar ju për jasharit, për Kosovën, për shqiptarët në përgjithësi? Mund të them që kam pas një fat të madh që takoj personalitete prej më të ndryshme. Fillojmë ndoshta nga Amerika e lartë dhe personalitete shqiptare që kanë emigruar me vitet e tëra, por edhe kongresmen, general amerikan, senator të ndryshëm, ambasador të ndryshëm, por edhe të vendeve të tjera të Evropës dhe të Azisë dhe diplomatë të cilët ishin të akredituar në Kosovë prej më të ndryshme. Ka qenë interesant të bëhet shkëmbimi i bisedas për historitë e popujve. Natyrisht se popujt të cilët përmena ngjarjet e tilla si shqiptarët dhe si Kosova kanë përjetuar para 100-200 viteve më herët dhe për ta shpeshherë ishte pa kuptim situata në Kosovë, ishte ndoshta edhe pa besueshme, më mirë me thonë, nuk ka rrishin të kuptojnë agresivitetin serb, sepse dihet që 3 ditë sulmit e funit në Prakaz, pikërisht në lagjen Jashari, 256 vetëm nga kjo lagje dhe moshat varironin prej moshës 3 vjeçare deri në moshën 74 vjeçare. Të dyja gjinive. Dhe ata janë mësuar që të vinë në Kosovë dhe ju e dini që Kosova pas luftës është rindërtuar shpejt dhe pothuajse të gjitha gjurmët e luftës kishin humbur. Dhe kryesisht për ata që rrinin në Prishtinë dhe në të qendrat me infrastrukturë të mirë, kur vinin në Prakaz dhe pashin pikërisht të objekte, pashin varresat, me thonë ishte një ndryshim marramendës. Manena po përmend një ish ambasador të një shteti mik të Kosovës, i cili u takuam në Prishtinë dhe më tha se do vije një ditë në vizitë në Prakaz dhe pas disa ditësh erdhi dhe e shoqëroja ka varresat, i shpjegoja për ngjarjen se si ka ndodhur, se çka ka ndodhur nga objektet. Edhe kur u futëm në shtëpi për të pirë një kafe, mu drejtua Murat tha. Kam bën tha një gabim tha prej që ka marrë në Kosovë. Kam bën vetëm një gabim tha prej që ka marrë në Kosovë. Dhe unë prisha se çfarë gabimi ka bën zotënia, se ishte një diplomat që vitëm një shteti shumë edhe politikisht edhe ekonomikisht me influencë në botë. Tha që s'ka marrë më herët në Prakaz tha për të parë tha se çka ka bën regjimi serb pa mikit popull, për ta kuptuar më mirë Kosovën. Manena pothuajse parafërsisht e njëra gjëra ka thonë edhe general Clarki, i cili ishte në vizitë në Prakaz, dhe pothuajse çdo njeri nga të huaj që ka ardhur në Prakaz ka ndryshuar gjendja. Kurse aja që na ka motivuar neve më shumë për jetë kanë qenë pikërisht populli shqiptar, të ardhur nga gjitha trojat, madje edhe nga mërgata jonë lashtë, qoftë nga Turqia, Amerika, mos flasim për Evropën, po njerëz të cilët kishin emigruar për vitet e tëra, ndoshta një pjesë e tyre edhe kishin lindur në vendet e huaja në pamundësi për të qenë në Kosovë dhe shumica prej tyre puthshin varret dheun e varrë, kishte nga Shqipëria që marrnin varrin e futshin dheun e futshin e qese dhe thoshin që do të lë testamente pasardhës të mi që do të jetë ky dheu i parë që do të mbije në varr. Dhe të gjitha këto gjëra që kanë ndodhur gjatë këtyne 10 viteve që kanë pas fatin që të përfaqësoj familjen kanë qenë një motiv i fortë për të vazhduar jetën me këmbgulsi dhe për tani veten shumë mirë dhe me përgjegjësi, sepse ky popull
ka pas nevojë për sakrificat e tjera, ky vend ka pas nevojë për sakrificat e tjera, jo vetëm populli për të qenë një infuzion për ta, po edhe bashkësia ndërkombëtare që shpeshherë ishte në të kundërtën e interesave tona. Asnjëherë nuk aprovuan ose nuk miratuan të drejtat tona për qenë të lirë dhe për të trokitur edhe në ndërgjegjen e tyre, se ky popull është duke vujtur me shekuj. Mos harrojmë se janë 630 vite që shqiptarët kanë qenë, i është ndru vetëm sunduesi dhe ka qenë shumë e vështirë të mbjetojnë. Madje në qoftë se morëm popujt që kemi jetuar bashkarisht dikur, ndoshta për llazët dhe ilerët tonë, të gjithët pothuajse janë zhdukur, kemi qenë vetëm ne si popull që kemi pas fatin të mbjetojmë. Me që kemi pas këtë fat të mbjetojmë, atëherë jemi shumë më të detyruar dhe shumë më të obliguar që të ruajmë këto gjëne, të ruajmë këtë traditë dhe të vazhdojmë ka ardhja. Natyrisht që gjithmonë duke u përshtatur rrethonave dhe kushteve globale në të cilat po lëvizim. Këtu në këtë obor të Kullës së Jasharajve erdhën miliona shqiptarë, miliona njerëz përshkruan edhe në librin e mbresave. E merrni atë libër ndonjëherë, lexoni ndonjë fragment, ju mbetet diçka e gjallë nga ato që njerëzit shkruajnë, nga se këtu ishte edhe Kadare, ishin pendat njohura të letërsisë shqipe. Thamë, është shumë interesant, natyrisht që morëm ato, falë edhe Radio Drenicës që në valët e saja për hap, ato përshtypje që janë më interesante, sepse ato edhe shtypen në libra edhe për vizitorët e tjerë. Natyrisht që është kënaqësi kur ndëgjojsh gjithë ato fjalë miradije, nganjëherë njeriu mund të menoj edhe ndoshta edhe me vite të tëra dhe nuk mund ta bëjë një formulim të tillë. Çfarë bën populli jon. Po flas edhe qytetarë të thjeshtë, por sidomos ata që merren me penën dhe me shkrimin. Madje ka shkrime që janë shumë interesante që vijnë edhe nga nacionalitetet e huaja. Flas për policën ndërkombëtar, për ushtarët e KFOR-it, për punëtorët e administratës UNMIK-it dhe të zyrave të tjera. Dhe ajo nganjëherë të bën që të mendosh, a ke njoft mirë familjen tonë, a ke njoft mirë pasardhësit tu. Sepse njeriu sa më afër që ka dika, mësohet ndoshta në përditshmëri tunajt, më thonë, dhe nuk njeh ndoshta mbrendinë e tija. Flasun familjen kam njoft ma tepër nga ona emocionale, ma tepër nga ona e ledhatimeve, për gëdheljeve dhe edukatës, dhe asnjëherë nuk jam rrit në familje me agresivitetin prindror, qoftë të gjyshit, të mijallarëve, të prindit dhe të tjerëve. Dhe kjo është një diçka madhështore kur të tjerët ta vlerësojnë punën. Madje marr parasysh e gjithë këto që thash dhe që shumë çka s'mund edhe të përmbledhi, kam thonë që çdo herë ja vlen të vdiqet për atë dhej, por kësaj radhe ja ka vlejt shumë më shumë. Sepse aja ne dim shumë patriot tonë, shumë familje tona kanë sakrifikuar në për shekuj, në për dekada, por ndoshta asnjëherë s'kemi guxuar që asnjë lule ndoshta të çojmë te varri ose të shkruajmë dy rreshta për biografinë e tij, për patriotizmin e tij, për intelektualizmin e tij, ndoshta qoftë në revista, në libra, në një anën e tjetër. Dhe kur shikon njëri kur bën një farë krahasimi në kohë, se si ka qenë dje dhe siç është sot, janë gjëra që kanë ndryshuar aq shumë sa mendja e njeriu e ka problem ti përthekoj. Ne shpeshherë themi se nuk është bën sa duhet në Kosovë. Është fakt se atë që e dëshirojmë, edhe ne dëshirojmë që Kosova ndoshta të jetë një Zvicër ose një Gjermani ose një diçka, por gjithmonë dëshira duhet shkoj krahas mundësisë, edhe përgatitjes sonë, qoftë psiqike, qoftë edhe fizike. Kështu që po them, e ndi veten mirë që i takoj kësaj familje, por më shumë e ndi veten mirë që i takoj këtij populli, sepse fal këtij populli neve jemi sot këtu. Dhe fal Zotit, madje po mos ishte Zoti që të na ruante mendjen dhe mos ishte ky popull me përkrahjen dhe respektimin e tyre, me siguri që edhe ne do të ishim sot çfarë jemi, kështu qoftë në gjendjen shëndetësore, qoftë në gjendjen psiqike. Kështu që të parët e mi, madje ka qenë edhe një thonjë ato ku gjyshi shpeshherë thonte që më mirë të flijohet një familje dhe të pshtoj një popull i tërë. Unë sot
në kohë 10 vite mrapa pajtona plotësisht me të edhe po ta kem fatin edhe unë do ta kisha bërë një gjë të tillë që më mirë të flejohet një individ dhe të pështoj një familje dhe më mirë të flejohet një familje dhe të pështoj një popull i tërë. Siç jam krenu dje me familjen time, sot krenohem me popullin tim. Uroj që ta shetutje mas shpalljes së pavarësisë Kosovës që patriotizmi jonë, i cili ishte individual, që ishte grupor, që ishte edhe familjar, të shndrohet në një patriotizëm kolektiv, të shndrohet në një patriotizëm institucional, edhe ne si qytetar avash ta bindim veten që institucionet të cilat janë dhe të cilat do të formohen dhe do të ndryshohen në vitet në vijim, do të jenë institucionet e këtij vendi, që të mësojmë të respektojmë institucionin, sepse edhe kjo është një pengesë bukur e madhe jone, sepse çdo herë nëpër dekada, nëpër shekuj institucionet kanë qenë shtypse, kanë qenë agresive. Ne jemi dashur të jemi çdo herë kundër ligjit, sepse ligji ka qenë ai që ka bërë krim dhe gjenocid mbi neve. Kemi qenë kundër institucioneve sepse pikërisht ato institucione në vend që të mbrojshin qytetarin, ato kanë maltretuar, kanë dhunuar, madje edhe kanë vrarë. Dhe shpeshherë ndoshta jemi llogaritë edhe si popull që nuk njohum elementet e para të ligjit dhe të shoqërisë demokratike, avash mundësisht sa më shpejt do ta ndrojmë edhe këtë qasje, për arsye se ata nuk janë më që të i bojnë këto krime dhe këtë gjenocid që kemi bërë, dhe të përgatisim të paktën brezin e ri drejt një shoqërie demokratike dhe të civilizuar, sepse ndoshta ne kemi bukur vështirë që të jemi me plot kuptimin e fjalës shoqëri demokratike, pikërisht për arsye se jemi edukuar, jemi ushqyer, jemi rritur në një sistem krejt ndrysh dhe gjithmonë problemi më i madh është që të bën kthesat te vetvetja. Mund të na thuani se si jeton aktualisht familja Jashari këtu në Prekaz? Po në gjatë kohës së luftës ose ngjarjes që ndodhi në Prekaz, 4 ishëm në Gjermani, ishte baba im, unë dhe djali Hamzës dhe Ademit, të gjithë ishëm me punësim atje. Pas luftës morëm vendim që 2 nga ne të kthehen për shkak se mbetën disa fëmijë të vegjël në shtëpi dhe do ishin për kujdesi prindërore, dhe 2 të tjerë të mbesin në Gjermani për të investuar, sepse Prekazi pothuajse 99% ishte i djegur dhe i rënuar, që të rimkembe edhe ekonomia familjare, natyrisht që është duhet gjithçka të fillojë nga zeroja. Po fal aty prindit dhe djalit Hamzës që ishin në Gjermani dhe angazhimit tonë që e bëm, kemi ndërtuar edhe ekonominë familjare, jemi mesatarisht mirë dhe s'kemi të drejta ankohem. Natyrisht edhe pasuninë që kemi trashëguar nga të parët tonë, jemi munduar që ta punojmë, sepse përmes punës kemi deshur t'i thejmë edhe Zotit, po edhe për arësve tonë faleminderit për gjithë, edhe faleminderit që na mundsuat edhe një herë mu kthy në tokat tona, në shtëpinë tona, për të punuar edhe tokën, po për të formuar edhe celulat e para të një familje të re. Natyrisht që fillimi ka qenë i mundim shumë, por me kohën jemi adaptuar dhe sot jetojmë mirë. Pas luftës në Kosovë jemi martuar 4 nga të gjitha rënjet, flas për rënjen e Rifatit, të Hamzës dhe të Ademit. Të gjithë kemi fëmijë dhe tash 10 sa kemi mbet pas luftës, numri ka shkuar në 23 antar. Kështu që jetojmë mirë, jemi shumë të lumtur. Natyrisht që në familje nuk ekziston emocioni, dhimbja, çka ka ndodhur, pse është bën. Kemi trashëguar emrat e tyre, tash para arsit tonë na kanë shndruar në fëmijë, që edhe i lidhatojmë si gjyshin, si axhallarët, si nënat, si motrat, dhe po jetojmë me ta shumë mirë, kështu që jemi mirë një Zotit dhe këtij populli. Sa jeni përkushtuar shkollimit si familje? Të them të drejtën, me që më mbron pothuajse pak a shumë edhe barra për të menaxhuar familjen në Kosovë, me që gjyshi ishte në perëndim. Njëra ndër arsyet kryesore ka qenë që aja që është bërë dje me pushk, që të ndryshohet kaja dhe të shkohet ka lapse dhe ka shkenca. Për qenë një shembull shumë më i mirë për ta, kam filluar vetë universitetin pas luftës, edhe pse në qëndrimin tim në Gjermani pa ta përfunduar një shkollë profesionale atje. Dhe pasi u ktheva këtu fillova universitetin, fakultetin juridik në Universitetin e Prishtinës. Kam përfunduar atë në 2005, duke marrë titullin jurist i diplomuar, dhe
kam vazhduar me postdiplomikën që tash jam duke mbrojtur edhe temën në këto ditë. Njëkohësisht ka vazhduar edhe djali Hamzës pas meje. Djali Ademit ka përfunduar shkollën profesionale ushtarake në Shqipëri, që i mirënjohës edhe shtetit shqiptar për këto ndihma që i beri edhe Kosovës, po edhe familjes. Të tjerët vazhdojnë, vajza Hamzës, e cila ka mbijetuar që në atë kohë kur ndodhi rasti ishte vetëm 11 vjeçare, tash i vazhdon në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Ekonomik. Vajza Ademit e madhe gjithashtu edhe ka përfunduar Fakultetin Juridik, është martuar dhe ka fëmijë. Kurse të tjerët i kemi në shkollë fillore, madje tash edhe fëmijët që na kanë lindë pas luftës, vetëm kanë filluar edhe këta mësimin. Edhe kjo ka qenë një pikë se mua më kanë ndihmuar dhe më kanë ngacmuar për të vazhduar studimet, sepse shpeshherë gjyshi më thoshte, baba dhe ke më mirë është me fakultete me punuarën se so pa fakultete me punu dikon tjetër, dikon në ndonjë vend udhëheq. Kështu që jam mundu gjithçka që kam dëgjuar, që kam marrë nga gjyshit, që nga teoria ta shndroj në praktikë. Dhe fal gjitha këtyne ka funksionuar mirë. Kjo është gjendja totale. Ju falenderit për bisedën, ju urojmë fat dhe shëndet familjes suaj. Faleminderit juve, ishte kënaqësia ime që të shpaloz disa nga kujtimet e mia për familjen, disa nga vizionet e mia për të ardhmen në këtij vendi dhe për familjen. Të gjithë shqiptarëve ju dëshiroj çdo të mirë dhe lirisht mund t'ju them se të gjithë për ne janë vëllezër dhe motra dhe prem. Kështu që urime dhe gjithë mirë. Shikues nderuar, ne biseduam me Murat Jasharin, përfaqësuesi i familjes Jasharaj në Prekaz. Një det është i kalotit, o sa një mal është i mlekomit, ku është vargu i hyjnive, o pse u shumës se shërbive.